Prokuroria e Lezhës ka kërkuar dënim me burgim të përjetshëm për portugezin Ruben Saraiva, i vënë në akuzën për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj në muajin prill të vitit 2023 në Shëngjin. Konkluzionet përfundimtare u dhanë këtë të martë nga prokurori i çështjes Arben Nika, ndërsa i pranishëm në seancën gjyqësore, e cila zgjati rreth 60 minuta, ishte edhe Saraiva. Organi i akuzës i kërkoi gjykatës që ai të shpallet fajtor për veprat penale, vrasje e kryer për interes ose hakmarrje, si dhe për mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe i municionit. Tashmë pritet që pala mbrojtëse të paraqesë konkluzionin e saj përfundimtar dhe më pas trupa gjykuese do të japë vendimin lidhur me portugezin Ruben Saraiva, i cili ka mohuar në vazhdimsi të ketë lidhje me krimin e ndodhur në Shëngjin. Portugezi është i vetmi person i marrë i pandehur dhe po përballet me gjykim të zakonshëm për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj, pasi 4 britanikët e tjerë dhe shqiptari Edmond Haxhia, të akuzuar si bashkëpunëtor, ende nuk janë ekstraduar nga Britania e Madhe. Vrasja e biznesmenit Ardian Nikulaj dyshohet se ishte një vijimsi, një zinxhiri hakmarrjeje mes familjes së viktimës dhe fisit Lekstakaj. Konflikti nisur në vitin 1997, që ka shkaktuar disa viktima ndër vite mes dy fiseve.